Mosmarrveshjet për rikthimin e qendrës së vizitave për pacientët e shëndetit mendor në Poliklinikën e Shkodrës kanë hyrë në rrugën e zgjidhjes. Brenda 3-4 ditëve, kjo qendër e cila ishte zhvendosur përkohësisht në Kiras, do të rikthehet në vendodhjen e saj të mëparshme, bëri të ditur mjeku neuropsikiatër Gjon Preçi. Mas shumë përpjekjesh me drejtorinë e spitalit, kemi arritur një farë zgjidhje dhe kemi këto 2-3 ditë të fundit na kanë liruar shumicën e dhoma që kemi pas në dispozicion, duke në lanë disa shërbime të tjera akoma aty, por që mund t'i majmë në, si thonë, një hapësirë e përbashkët që e menaxhojmë të dy shërbimet njëkohësisht. Kështu që shpresojmë që të ditë të zhvendosemi edhe të afrojmë këtë shërbim shumë të rëndësishëm në Poliklinikën e Specialitetit në Shkodër. Preçi thot se një nga problemet për personelin e tij mbetet mungesa e një mjeti transporti që do t'u mundsonte t'u shërbenin pacientëve në banesat e tyre në raste të veçanta. Aktualisht, kjo është e pamundur për shkak se nuk ka në organik një mjet të tillë, ndërsa autoambulancat janë të angazhuara për detyra të tjera. Konkretisht sot kisha një rast ku personi është i palëvizshëm, do të bëjë vlerësimin e invaliditetit, rrin vetëm me nanën e vet të moshuar, kërkon ndërsim në shtëpi me çfarë mund të lëvizim. Në periferi, po edhe në qytet, stafi im lëviz në kam, lëviz me shumë vështirësi, arrin të ndjeki smund kronik. Dhe kjo bën që ata të recidivojnë problemet e tyre kronike, të rishtrohen në spital, të ngarkohet spitali me shtrime të reja, etj. Pra, realisht funksionimi i shërbime komunitare qalon për mangësi jo të stafit, por të mundësive për të shkuar të smujt aty ku është ai, në banesë apo kudo që është. Preçi thekson se kanë marrëdhënie shumë të mira me qendrën kombëtare të urgjencës, por kjo e fundit nuk mund të përballojë nevojat specifike që ka personeli i qendrës së shëndetit mendor. Për këtë arsye kërkohet një automjet i posaçëm. Kemi pasur një komunikim të mirë me urgjencën kombëtare, kur i kërkojmë për me ndërhyrje një situatë emergjente dhe që kërkon ndoshta edhe shtrim spital, ata na përgjigjen në kohë rekord realisht. Por puna jone e përditshme nuk mund mulohet duke bashkëpunuar me urgjencën, sepse janë funksione këtë ndara dhe misione këtë ndryshme. Gjithmonë është i domosdoshëm që shërbimi i qendrës kombëtare minimalisht ketë mjete lëvizëse për të shkuar smujt ku është, që nga bicikleta e deri ke makina, që faktikisht nuk ndodh. Qendra e Shëndetit Mendor Shkodër mbulon 3 prefektura, Shkodrën, Lezhën dhe Kukësin, ku ndodhen qindra pacient që trajtohen nga kjo qendër.